Nuk bën dallim me ta kanë. Çfarë kushe duhet? Nuk është një dallim. Të nderuar të pranishëm, fillimisht më lejoni të shpreh mirënjohjen time, e besoj fuqishëm edhe tuajën për orkestrën frymore të Kamenicës, e cila me plot dinitet na solli tinguj shumë të dashur për ne të gjithëve të himnit ton kombëtar dhe atij shtetëror. Kur ndjejmë këta tinguj që gjithsesi se na bashkojnë, na kujtohet sakrifica e popullit ton dhe na shtohet krenaria për rrugën jo të lehtë dhe të drejtë drejt lirisë dhe pavarësisë.
I nderuari ambasador Qehaja, e nderuara nënkryetare e Komunës së Kamenicës, të nderuar përfaqësues institucional, familjar, miq dhe bashkëqytetar. Faleminderit çdo njërit për juve që jeni sot këtu. Jemi mbledhur këtu për një ngjarje ceremoni unike në të cilën përbashkohet kujtimi, nderimi dhe falënderimi. Jemi mbledhur këtu për të nderuar dy burra që nuk e jetuan thjesht jetën e tyre, por jetuan për një ideal më të madh se vetja, për lirinë e Kosovës, heroin Metush Krasniqin dhe bashkëveprimtarin e tij Sejdi Kryeziun. Sot ne I kujtojmë, falenderojmë ata duke u zbuluar bustët që nuk janë vetëm gure bronz. Ato janë histori dhe amanet për brezat që vinë. Janë mësim jo vetëm për ata që tash te tutje do të vinë e t'i shohin, por edhe për të gjithë që dëgjojnë për ta. Për mua, kjo ditë ka një peshë, një emocion edhe më të thellë, sepse unë nuk qëndroj këtu vetëm si prezantuese, por edhe si mbesa shumë krenare e Sejdi Kryeziut dhe stërmbesa e Metush Krasniqit. Metushin e kam njohur përmes rrëfimeve që I kam dëgjuar nga të tjerët për të, por disi e kam ndjerë sikur ta kisha gjithmonë pranë. E kemi thirrur Daja Metush sepse ishte vllau I gjyshës sime, I Zushës, një grua që u nda nga jeta herët pasi vdiq në muajin e fundit të shtatzanisë bashkë me bebën e saj, duke lënë pas një fëmijë tjetër, nënën time, atëherë veç 5 vjeçë. Por dhimbja me cilën Daja Metush u përball pa vdekjes së motrës së tij nuk e ndali historinë e tij të bujshme të veprimtarisë patriotike. Doli se ajo u shndrua në forcë për të. Si djalë I ri nga Dajkovci, Metushi u bën ndër organizatorët e parë të rezistencës ilegale ndaj Jugosllavisë pro-serbe e komuniste pas luftës së dytë botërore. Në një kohë kur çdo shqiptar I Kosovës dënohej pse thoshte fjalën liri, ai zgjodhi ta jetojë misionin për ta bërë realitet, duke I bërë rivalitet pushtetit të poshtër të Rankovicit e Titos. Regjimi nuk e kurseu. Daja Metush u bërgos për atë dhe dashurinë e tij, u dënua me 18 vjet të gjata burgu, u torturua gjatë e shumë, po kur nuk u thye. E as dorëzua nga ideali I tij për lirinë. Sepse për të, liria e popullit të tij dhe e Kosovës ishte detyrim, nuk ishte zgjedhje. Në këtë rrugtim të vështirë të rrezikshëm, ai nuk ishte I vetëm. Në krah kishte një njeri po aq me bindje, Sejdi Kryeziun, I cili më vonë bërë dhe dhëndri I tij. Gjyshi Sejdi ishte mësues, veprimtar, pajtues gjaqësh në kohë të pamira, kur të tjerët nuk I dolin shqiptarët e Kosovës së Bashkuar, njeri I urtë dhe patrioti I palekundur. Edhe ai, si Daja Metush, u dënua e u sprovua 3 herë me burg dhe u detyrua të vuaj larg familjes, siç vuajte shumë edhe familja pa të. Por gjithmonë qëndroi drejt, pa u rrëzuar në dignitet, në bindje e në mision, për asnjë moment. Sepse ai besonte se liria nuk vjen kollaj, nuk vjen pa vuajtje, nuk bëhet realitet pa unitetin e shqiptarëve. Prandaj punoi vazhdimisht për t'i bashkuar ata, për t'i shuar ndarjet mes tyre. Veprimtaria e tij, sikur edhe Metushit, ishin të lidhura me idealin e përbashkët të shumë patriotëve të tjerë të asaj kohe, ndër të cilët spikatej Adem Demaçi. Të gjithë këta njerëz mbajtën të ndezur një zjarr që nuk u shua kurrë, zjarrin e lirisë. Ju kërkoj shumë falje nëse zgjata pak, por siç e thash, unë jam një mbesës tërmbes e këtyre adhetarëve dhe kur flas për ta në rrëmbehën, e mbase edhe I kaloj pak kufit, por besoj që më kuptoni, dhe tashti në këtë ditë të përkujtimit dhe krenarisë është nder I veçantë të ftoj nënkryetaren e Komunës së Kamenicës, Arta Bajralia, për një fjalë rasti. Të dashur shtetar, të nderuar deputet,
të nderuar ish të burgosur politik, të nderuara familje Krasniqi dhe Kryezio, të respektuar familjarë të dëshmorëve dhe heronjve të kombit, të nderuar përfaqësues të OVL-UÇK-s, të nderuar përfaqësues të institucioneve lokale qendrore, të nderuara media dhe gjithë ju të pranishëm. Sot nuk jemi mbledhur vetëm për një përkujtim, sot jemi këtu për të rikujtuar rrënjët e lirisë tonë. Në kuadër të manifestimit tradicional Ulkuqet e Prillit, nën patronatin e kryetarit të komunës së Kamenicës, zotri Kader Ahimaj, përulemi me respekt para sakrificës së atyre që nuk kursyen as jetën për këtë vend. Betejë e Marecit nuk është vetëm një ngjarje historike, është dëshmi e vendosmërisë së një populli për të jetuar i lirë. Sot kujtojmë 27 dëshmorët e kësaj betejë, si dhe të gjithë ata që ranë për lirinë e komunës sonë. Kujtojmë jo vetëm rënjën e tyre, por edhe idealin që i bëri të pavdekshëm. Në Rogon, në këtë vend ku historia flet, po përjetësojmë dy figura të mëdha të kombit, Metosh Krasniqin dhe Sejdi Kryezion. Ata nuk janë vetëm emra në histori, ata janë shembuj, janë udhërrëfyes. Vendosja e busteve të tyre në oborrin e shkollës është një mesazh i qartë që liria nuk është dhuratë për sakrificë, dhe se breza që vinë duhet ta njohin këtë sakrificë. Metosh Krasniqi përfaqëson mendimin, guximin, vizionin për një kombë të lirë. Sejdi Kryezio përfaqëson flijimin, vendosmërinë dhe dashurinë për atë. Sot më shumë se kur kemi përgjegjësinë që këtë trashëgimi ta kthejmë në veprim. Të ndërtojmë një shtet të drejtë, një shoqëri të barabartë dhe një të ardhme që e meriton sakrificën e tyre. Të dashur familjar, dhimbja juaj është e madhe, por krenaria është edhe më e madhe. Populli ynë nuk do ta harrojë kur sakrificën e më të dashurve tuaj. Le të zotohemi që kujtimi i këtyre të mos mbetet vetëm në fjalë, por të jetojë çdo ditë në punën dhe në përkushtimin tonë. Heronjët dhe dëshmorët e kombit, kudo në trojën tona, do të mbeten historia që nuk harrohet, lavdia që nuk shuhet dhe frymëzimi që na udhëheq drejt së ardhmës. Lavdi e përjashme Metosh Krasniqit dhe Sejdi Kryezion, lavdi të gjithë dëshmorëve të kombit. Faleminderit. Kjo ngjarje merr edhe më shumë kuptim kur dëgjojmë zërin edhe atyre që vuajtën gjatë në burgje. Për një fjalë rasti, ftoj Shefik Sadikun, kryetarin e shoqatës së të burgosurve politik të Kosovës. Të nderuar përfaqësues të institucioneve të shtetit, të Republikës së Kosovës, të nderuar familjarë të heronjve, të nderuar mësimdhënës, nxënës, prind dhe qytetar, të nderuar edhe bashkëveprimtar, që në mesin ton i kemi një gjenerat të viteve 60-ta, të viteve 70-ta, të viteve 80-ta që kanë bashkëpunu me herojt Metosh Krasniqin edhe Sejdi Kryezion. Sot nuk është një ditë e zakonshme, sot është një ditë kujtese, nderimi dhe përgjegjësie. Jemi mbledhur këtu në Rogon për të përoruar dy buste, dy figura që nuk janë vetëm emra të historisë sonë, por janë vetë historia jonë Metosh Krasniqi dhe Sejdi Kryezion. Personalitetet të cilët luftojnë për të drejtën më elementare të kombit, për gjuhën, për flamurin, për jetën, për lirinë. Metosh Krasniqi i paraprinte situatave që në rinin e tij. Jugoslavia e pushtoi përfundimisht Kosovën pas luftës dytë botërore. I mobilizuan shumë të rinj dhe i dërguan në përvisje të ndryshme. Shumicën prej tyre i lanë atje dhe nuk u kthyen nga fronte të ndryshme. Por megjithatë, edhe pse u burgos Metoshi në Lubjan, arriti të kthehet në shtëpi dhe filloi punën si mësues, ku e hapi edhe shkollën e parë në Shqipashnicë. Sot po përorohen dy buste, dy jetë, por një ideal i vetëm, liria dhe bashkimi kombëtar. Kjo është vlerë mbi vlera. Sot, në ambientet e shkollave që mbajnë emrat e tyre, ne nuk po vendosim vetëm busta,
Ne po vendosim kujtesën në zemër të dijes, po vendosim historinë në themelet e edukimit të brezave të ardhshëm. Të nderuar të pranishëm, mund të zgjatet pak kjo fjalë, por ta kemi parasysh se këto personalitete është vështirë me përmbledh me një fjalë të shkurt. Figura Metush Krasniqit përfason një ndër kulmet e rezistencës politike shqiptare në Kosovë gjatë shekullit 20. I lindur në Dajkoc me 19 gusht 1926. Ajo formua në një mjedis ku edhe dashuria nuk ishte zgjidhje, por ishte detyrim, që herët ai e kuptoi se robëria nuk luftohet vetëm me fjalë, por edhe me dije, me organizim dhe me vizion politik. Dhe të përkujtojmë se inaugurimi i këtij busti përkon edhe me 100 vjetorin e lindjes së herojit tonë Metush Krasniqit dhe 40 vjetorit të vdekjes së tij, i cili nuk vdiq, nuk do të vdes, do të rrojë. Si mësues, ai i dha rëndësi të jashtëzakonshëm arsimit. Ai e dinte se një popull i parë si mund është me lehtë për të nënshtruar. Prandaj, në klasë ai nuk edukonte vetëm nxënës, ai formonte qytetar të vetëdijshëm për armërinë e popullit shqiptar, që në rininë e hershme ai u përballë, do thot, me burgje, që në vitin 1956 do ta përgosin përsëri në aksionin famkeq që udhëheqte politika shtetërore shfarose jugoslave kundër shqiptarëve. Motivi ishte sepse u zunë faktikisht në fshat, si në shumë fshatra tjerë, rob fshatarët ku edhe 2 familjare tyne vdiqën rrugës për në Hogosht. E dënuan edhe këtu Metushin, por Metushi paraprakisht po e përmend një rast në të 48-ën pa dëshirën e Can Periqit, kush e ka njohur Aleksandr Periqin, ka qenë drejtor një prej qetnikëve, vllai të Periqit tjetër, Teranilokut, se ka qenë komunist, pa lejen e tyre e la shkollën në Hogosht dhe u orientu për me shku në Gjakov, me vazhdu mësimin bashkë me Mehmet Kurteshin. Shkuan atje dhe pikrisht para shokëve të klasës Metush Krasniqit ja vënë prangat. Prandaj kjo është një domethënie shumë e madhe e qëndresës së tij. Por, sinonim të ngjashëm, pas burgosjes 1958-ën, Metushin e burgosën, po e burgosën edhe numër shokëve të tyre. Sejda, një figurë më e përafërt, Sejdi Kryziu i Metush Krasniqit, të cilët ja vonë prangat në shkollën fillore në Topanis para nxënësve, ku jepte mësim, para nxënësve të tij. Këto momente ishin shumë të vështira. Një mësues i ri, i rrethuar nga shokët, mësuesi tjetër i rrethuar për nxënësve të tij. Ju sidomos që keni punuar në arsim, mund ta merrni me mend çka do të thonë pushtuesi dhe pushteti me të prangos para nxënësve. Përkundrazi, këta nuk u ndalën, as njëri, as tjetri. Këta u bën organizator dhe drejtues për një strukturë më të rëndësishme ilegale të kohës, në krye të cilës ishte Metush Krasniqi, e themeloi bashkë me shokë tjerë Partinë Revolucionare për Bashkimin e Tokëve Shqiptare me shtetin Nam. Në një kohë represionit e egër, kur çdo mendim ndryshe dënohej me burgë torturë, ai guxoi të artikuloj një program të qartë politik, çlirimin e trojëve shqiptarë dhe bashkimin e tyre me një shtet të vetëm Shqipërinë. Ai nuk ishte vetëm pjesë e kësaj organizate, ishte ideolog, hartuesi i programit, organizatori dhe frymëzuesi i saj. I kishte mbrapa Sejdën, Markon, Metën, e disa shokë të tjerë, shokë të ngushtë të partisë së ngushtë, por megjithatë, mbi të gjitha, pos programit
e vizatoj edhe flamurin, se ju normalistët e vjetër jeni artistë edhe të kësaj pushe, e vizatoj flamurin për të cilin dhe thotë u betuën. Edhe ai flamur sot e atëherë është në arkivat e Jugoslavisë, të cilin e ka punuar Metush Krasniqi. Por ajo ko krijoi një figurë të pavdekshme, po dhe ta dënonin ku me ditë sa Metushi do t'i përballoj. Në sallën e gjyqit përballë presionit, ndërprerje dhe kërcënimeve, Metush Krasniqi nuk u zmbraps, ai nuk u tërhoq, ai nuk e mohoi veprimtarinë e tij. Ai e mbrojti të drejtën e popullit të tij për liri, duke kthyer sallën e gjyqit në një tribunë vërtet politike në interes të popullit shqiptar. Ai e pranoi hapur se kishte punuar për bashkimin kombëtar, jo si krim, por si akt dhe detyrë morale që ja kishte borxh kombit e atdheut. Ky ishte Metush Krasniqi, një njeri që nuk e fshehu të vërtetën, por e mbrojti atë me dignitet, edhe përballë dënimit, dhe ky ishte momenti kur një burgosur u shndrua në simbol. Ideologjinë e tij, që e kishte ekskluzivisht kombëtare, e përfaqësu, e përqafuën, edhe shumica organizatorëve të demonstratës së vitit 1968. Ndërkaq, në vitet e 70-ta, me ide e veprime drejt realizimit politikës kombëtare, u bashkua edhe Adem Demaçin. Dhe kështu, këta kolos qenë këshilltar të drejt për drejt edhe të udhëhesve të demonstratave të vitit 1981. Këtu nuk po përmendi emra, për arsye se ka shumë. Gjatë burgosjes së vitit 1981, ajo u përballë me një nga format më të rënda të torturës psikologjike që mund të bëhet një të burgosurit. I sollën lajmin dhe gënjeshtrën të rreme për arrestimin dhe vrasjen e djalit të tij besnikut. Keni parasysh tash dhimbjen e një prindi në atë moment për djalin e tij të vogël, i cili ishte në strukturat organizative të lirisë kombëtare. Por edhe përballë kësaj, ai nuk e pranoi të nënshkruaj kërkesën për ta liruar nga burgu. Ai deklaroi se ashtu siç është burgos pa kërkesë, edhe duhet të lirohet pa kërkesë. Kështu edhe veproi udhba, gjithsesi pushtuesi, dhe e liruan. Edhe pas lirimeve të kopaskoshme, ai e vazhdoi punën e vet, të bashkoi dhe të frymëzoi breza të tjerë, duke qenë një figurë kyçe e lidhjes së lëvizjes ilegale dhe në përgatitjen e terrenit për rezistencë të mëvonshme. Por çmimi kësaj here ishte i rëndë. Arrestimi i fundit dhe torturat njerëzore që përjetoi lanë pasoja të pakthyeshme në shëndetjen e tij. Ai do thotë u liruar nga burgu thjesht në qershor për të vdekur në shtëpi, gjoja se nga natyra ka vdek, a në fakt prej torturave të politikës jugoslave ndroi jetë me 15 tetor të vitit 1986. Do me thënë, ky është edhe 20 vjetori i vdekjes tij. Ai vdiq nga plagët e një sistemi të dhunshëm, një sistemi shtetëror antishqiptar, por që nuk mundi ta thyej shpirtin e tij revolucionar. Metushi ishte edhe me shumë shokë të tjerë, me të cilët ka bashkëpunuar dhe ka bashkëvepruar, edhe ka arritur, do të thotë, për kundër terrorit dhe dhunës në vitet e 80-ta, burgosive që për çdo vit afërsisht 1000 veta i kanë burgos, 1000 të rinj, Metushi e vazhdonte jetën edhe pas vdekjes tij në zemrat e shokëve si ideolog i çështjes kombëtare që ishte. Prandaj puna e tij në këtë rrugë të vështirë qëndronte edhe me të bashkëpunëtori e tij dhe shoku idealit të sakrificës Sejdi Kryeziu, i lindur në Rogan në vitin 1927,
vinte nga një familje me traditë theksuar adhëtare. Ai u rrit me historinë e sakrificës në gjak dhe me ndjenjën e përgjegjësisë ndaj kombit. Si mësues dhe intelektual, ajo kuptoi se liria kërkon jo vetëm guzim, por edhe vetdije, edhe dituri të pamos, gjithnjë duhet punuar. Prandaj, krahas punës në arsim, ajo u përfshi, siç u tha dhe më parë, aktivisht bashkë me Metush Krasniqin në organizimin e lëvizjeve, siç quheshin atë kohë antishtetnore. Ai ishte pjesë e të njëjtit vizion, e të njëjtit program dhe i së njëjtës sakrificë. Edhe atë arrestuan bashkë me Metushin, e dënuar në procesin e vitit 59, me 10 vite burg. Edhe ai kaloi në përburgje, tortura, përdjekje. Por ashtu si Metushi, edhe Sejdiu nuk u zbraps nga rruga e lirisë. Pas lirimit, ai vazhdoi aktivitetin adhëtar në Shkup, ku atjelle kam qenë të bashkuar në vitet e 50 edhe me Metushin, duke marrë pjesë në organizimin e demonstratat të vitit 1968, për çka e përgosën përsëri dhe e dënuan me 8 vite burg. Ai ishte njëri i qëndrueshëm, i urtë, me autoritet, me moral të lartë politik. Në vitet e mëvonshme Sejdi Kryeziu kontriboi gjithashtu në bashkimin e grupeve politike për demonstratat dhe pas demonstratave të vitit 1981. Dhe në një proces shumë të rëndësishëm mori pjesë aktivisht në pajtimin e gjaqeve. Ai ishte një nga ata njerëz që jo vetëm luftuan për liri, por edhe punuan për pajtim, për unitet dhe për shoqëri për të drejtë. Metush Krasniqi dhe Sejdi Kryeziu nuk ishin vetëm bashkëpunëtor, ata ishin bashkëmendimtar, ishin bashkëluftar, ishin pjesë e një ideali që te kalonte individualitetin. Ata kuptuan se liria nuk fitohet vetëm me guxime individuale, por edhe me organizime të lloj-llojshme, jo vetëm politike. Prandaj, në programin politik të vitit 1957, në organogramin e brigadës e kanë parashikuar edhe organizimin ushtarak, të cilin e realizoi në fund të shekullit 20 ushtria shtirtare e Kosovës. Ata i përkesin një brezi që sakrifikoi gjithçka pa e ditur nëse do ta shohin një ditë lirin. Megjithatë, lirin po e përjetojmë ne sot. Metush Krasniqi, Sejdi Kryeziu ishin dhe do t'jenë vetë liria, sepse luftuan për te, e cila neve edhe sot na bashkon në këtë takim, në këtë tupim që i respektojmë dhe i përshëndesim. Prandaj sot, kur po inaugurojmë këto buste, duhet ta pyesim veten, a jemi në të drejtën e sakrificës tyre, apo e ruajmë atë që ata na e lanë, apo e ndërtojmë një shoqëri për të cilën ata ndrruan dhe u sakrifikuan? Sepse nderimi i vërtet nuk është vetëm vendosja një busti. Nderimi i vërtet është vazhdimi i rrugës tyre në dije, në drejtësi, në bashkim dhe në përkushtim ndaj atë. Të dashur nxënës, mësues, shokë të pranishëm, këto buste nuk janë vetëm për të kaluar, janë për ju, janë edhe për ne, janë kujtesë se edhe nga këto bankat shkollës mund të dalin njerëz që ndryshojnë historinë. Këto shkolla, të cilat shkolla fillore mban emrin e Metush Krasniqit, ndërsa shkolla e mesme këtu mban emrin e Sejdi Kryeziut. Ky mesazh se dijen duhet ta lidhim me përgjegjësinë dhe lirin me sakrificën me çdo kusht, duhet të jemi vigjilent. Në emër të shoqatës së përgosur politik të Kosovës, shpreh mirënjohjen më të thellë për këto dy figura të ndritura të historisë sonë kombëtare. Lavdi jetës dhe veprës Metush Krasniqit, lavdi jetës dhe veprës Sejdi Kryeziut, lavdi të gjithë
Lavdi të gjithë atyre që sakrifikuan për lirin tonë dhe që na çliruan. Njëherë e përgjithmonë për do të mbrojmë këtë liri. Kjo ishte vlera ushtrisë shqiptare të Kosovës. Shkollat që mbajnë emrat e tyre i gëzofshin buzët e këtyre heronjve. Ju faleminderit. Ju faleminderit zotri Sadiku për fjalën tuaj. Tani për nder të figurave që nderojmë sot, do të flas edhe Elmaza Demaj, ish i burgosur politik nga Tetova. Përshëndes të gjithve pjesëmarrëve pa dallim moshe dhe profesioni. Përshëndes komunën e Kamenicës që realizoi një vepër madhore të ngritjes së bustive të 2 burrave me trup të vogël, por me zemra të mëdha. Ishte janari i vitit 1973. Gjykata e qarkut në Shkup dënoi 5 të rinj nga Tetova. Pas marrjes së dënimit, i quan në burgun i Drizovës për mbajtje të dënimit. Janari ishte muaji i acarit, muaji i ftofët. Por burgu ishte një ambient edhe më i ftofët. O fal Baci Sejdi, Kryeziu, Mehmet Gegës dhe shefit i Lazit nga Sruga, për një herë na murën në afruan afër vedit dhe t'ju themi të drejtën në atë moment për së dyti herë përjetuam ngrohtësinë prindore të tyre. Pavarësisht nga ajo që ndodhi, populli thot, edhe në fatkeqësi ka fat. Dhe na kishim fat që aty në mesin ton u gjet Baci Sejdi, Baci Mehmet dhe Baci shefit Kryeziu, shefit i Lazi nga Sruga. Lavdi herojve të kombit, po edhe një falënderim të veçantë për Baci Sejdi, i cili tregoi një kujdes prindor ndaj ne të rive që ishim. Ju falenderoj. Falenderojmë shumë zotrin Ademaj. Historia nuk jeton vetëm në libra e as nuk mësohet vetëm nga to. Ajo jeton në familje, në kujtime dhe në rrëfime, duke u përgjell brez pas brezi me krenari. Për të na ofruar më shumë me jetën dhe veprën e heroit të Mitush Krasniqit, ftoj në foltore vajzën e tij Teuta Krasniqe. Faleminderit shumë, mirë se keni ardhur, mësues, profesor, nxënës, liridashës, adhurues të veprës së babës tim, Mitush Krasniqit dhe të Ageselit Sejdi Kryeziut. Unë për krimtarin e babës tim
nuk do të flasë. Nuk është zakon që fëmijët të flasin për veprën e babës. Unë do të flasë vetëm një incert të jetës time, të cilën më kam mbetur qysh nga lindja ime e deri sa i kam mbush 8 vjet me ardhen e babait tim nga Burgu me të Krasniqit. Në një fshat të vogël të Anamërovës, në një natë të gushti të vitit 1928, në familjen e Aslan Dajkovcit lindën 2 djem, Osmoni dhe Metushi. Pas 8 vajzave, 2 djemt prej 2 nënave, Salijes që e lindi Osmoni dhe Qashifes që e lindi Metushin. Emri Metush ka një domethënie të madhe. Është marrë nga shekulli 15, nga historia Skënderbeut e Naim Frashërit. Kur autori shkruan me të shtrimi me lëçante. Im atë ishte i dhemshur, i dashur, i përkushtuar ndaj familjes e të merë për armeq. Metushi rritej e bashkë me te rritej edhe dashuria ndaj adhleut. Kreu shkollën fillore në Odenovc, në gjuhën sërbe, normale në Prishtinë, ndërsa shkollën e lartë dega gjuhës dhe letërsi shqipe në Gjakovë. Punoj si mësues në Shqipashnic, Moqevërc, e si drejtor shkollën në Rogan. Punon të natë ditë, nuk lodhe i kur. Ditën punon të në shkollë e natën bante kurse kundër analfabetizmit. Mirë po shpejt ranë në sy të udhëve jugoslave, filluan mos ta lënin të qetë. E burgosën me njëherë dhe e mbajtën 6 muaj. Në munges të fakteve, babai im u lirua, duke parë që udhëja e përcjellte, e nuk e lënin të qetë, o shpërngull në Shkup. Mirë po pa kaluar shumë kohë edhe atje e morën e burgosën. Nëna mbeti me 5 fëmijë, pa kur farë të ardhërësh. Pas disa mënyrë, kemi vesh që të kthej në Dajkovc. Jeta është e vështirë për nënën, por më e vështirë për babain tim. I dënuar me 18 vite burg të rëndë, kishte një organizat, ishte edhe Sedi Kryeziu, i dënuar me 10 vite burg. 2 familjet kishin shoqëri ndërmjet veti. Halla ime ishte martuar për Sedi Kryeziun, e që e kishte vetëm një vajzë, Nazikterin. Ndërsa Muratin e Ferin, që ishin prej tjetrës grua, edhe sot i konsiderojmë si një pembes tonën. Halla vdiqere, ndërsa ne sot e kësaj dite e vazhdojmë miqësinë aty ku e kishin lënë ata. Këtu dhe ta lexoj një incert shumë të shkurtër, kur është kthy babai im nga Burgu, kam qenë 8 vjeçare, e kur është dënu, kam lind atëherë, me mall të tij që nuk e kam parë kur për 8 vite. Prandaj jam rritur me lëtë në sy, duke ndruar babain tim se si dukej, dhe kur pa përmendur emrin bab, dhe gjyshin të cilën e donim shumë, u kujdes për ne, ishte plak shumë i mençur, i dashur, ai na mbante nga veti. Prandaj, me një incert shumë të shkurtër, do ta përmbledhim me pak fjalë, pra ardhjen e babait tim, kthimi i babës nga Burgu.
Kur në jetë nuk e harroj nëntorin e vitit 1966. 4 nëntor. Tani isha 8 vjeqe. E prisha një njeri të qujtër babë, që se kisha parë, e që më kishte munguar të mase. Me ne të tëra, s'kisha dhe në gjumë në sy, duke menduar për atë ditë që do të vinte baba im, me kujtohet si sot. Atë ditë unë nuk I kisha lëshuar kafshët, si zakonisht. Fshati gumëzhinte, një njeri po vente nga burgu. Unë me qiken e halës, të rokëra dërë për dore, dolëm në mëngjes për ta pritur, mirë po pritja zgjati shumë. Dikur pas dite, I madhe I vogël dolën në të dalë të fshatit të qujtur qavës për ta pritur. Më në fund erdhi, na përqafoj të gjithë, duke na pyetur të kujt ishim e duke na dhënë bombone të larme që I kishte bler e në kas për fëmijët. Gëzimi ishte I madh për ne, po për babën tim jo, se 3 ditë më parë kishte ndruar jetë gjyshim. Babai I babait. Vinin njerëz në të 4 anët për të vizituar babain tim. Pritja bëhej të xhaxhai, prej mëngjesit deri në mesnatë. Kur mbaronin vizitat, deri diku pas mesnate, babai vinte në shtëpi të çmallej me ne. Filloi një periudhë tjetër I jetës, ku babai duhej të kujdesej për ne, për të na siguruar bukën dhe të kujdesej për shkollimin ton. Ishte ky vetëm një incert I jetës sime. Sejdi Kryeziu është një patriot, mësues, edukator, I cili kur ishte në pyetje dheu linte familjen, babain e nënën, vëllezërit, gruan e fëmijët. Dheu për te ishte I pari e familja e dyta. Këta 2 shok, miq, siç kaluan në jetë së bashku janë edhe në përjetësi. Prehuni të qetë, misionin tuaj të përbashkët e arritët. Rrugën ja trasuat të rinjëve. Kosova shtet. Shkolla gumëzhin nga nxënësit, kanë ardhur për të nxënë dije. Mësuesit pa përtesë shpjegojnë, u dhënë detyrat, I notojnë. Kalojnë brezat të tërë, e këta burra bosqeshin duke I parë, nxënësit e arsimtarët duke vrapuar pas dijes. Këta shohin progresin e tërë popullit, gjë që për atë dhanë jetën për lirinë. Më lejoni edhe djali I cili është në New York, ma ka dërguar një poezi kushtuar babait tim, ku ju përshëndet të gjithë të pranishëve. Kom qef ta lexoj se me profesion është jurist, ndërsa mua më dok një poezi tepër e bukur, gjë që nuk e kisha dëgjuar më përpara se shkruan ashtu. Të nderuar të pranishëm, sot qëndrojmë para kësaj përmendorje me respekt të thellë për një njeri që nuk jetoi për vete, po për lirinë e popullit të tij, Metosh Krasniqi. Ai ishte më shumë se një emër, ishte një ideal, ishte një qëndres, ishte një jetë e tërë e dhënë për atë dheun, që nga rinia ati ai zgjodhi rrugën më të vështirë, rrugën e sakrificës, u përball me burgje, tortura, padrejësi të shumta, vetëm sepse kërkoi atë që I takon çdo populli,
lirin. Ai nuk u kthye asnjëherë, edhe në qelit më të errta, ai mbeti i fortë. Edhe kur trupi i tij u lodh nga dhuna, shpirti i tij mbeti i pathyeshëm. Metosh Krasniqi nuk dha vetëm vite nga jeta e tij, po ai dha gjithçka, dha rinin, familjen, shëndetin dhe në fund edhe jetën për liri. Sot ne nuk e kujtojmë me dhëmbje, po me krenari, sepse sakrifica e tij është themeli mbi të cilin qëndrojmë sot të lirë. Lavdi dhe veprës, jetës dhe veprës të Metosh Krasniqit, lavdi të gjithë atyre që sakrifikuan për liri. Edhe një poezi më ta çu, nëse më pëlqen. Sot, para kësaj përmendoreje, nuk qëndrojmë vetëm si njerëz, qëndrojmë si dëshmitar të një jete që nuk u jetua për vete, po për liri. Metosh Krasniqi, një emër që nuk është vetëm histori, por është plagë, është qëndres, është frimarja një populli që nuk u dorëzua kurrë. Ai lindi në një kohë të vështirë, por nuk zgjodhe rrugën e lehtë. Ai zgjodhe të qëndrojë, të flasë kur të tjerët heshtin, të luftoj kur të tjerët friksoheshin, të besoj kur gjithçka dukej e humbur. Dhe për këtë u dënua, jo për faj, po për ideal, jo për krim, po për liri. Viti 1947, 1948, 1956, 1958, 1981, 1985, çdo vit një plagë. Çdo burg një provë, çdo torturë një përpjekje për ta thyer. Por se thyet një njeri që nuk jeton për veten? 8 vite burg, 8 vite errësirë, dhëmbje, heshtje, por në atë heshtje lindi zëri më i fortë, liria. Sepse ai nuk ishte vetëm një njeri, ai ishte betim. Një betim që nuk u thye as nga zinxhirët. As nga dhuna, as nga koha. Edhe kur doli, ai nuk pushoi, sepse disa shpirtra nuk din të ndalen. Ata digjen deri në fund për atë që besojnë. Dhe përsëri burg, përsëri tortura. Derisa trupi u dobësua, por shpirti u bë edhe më i madh. Me 15 tetor 1986, ai u ndon nga kjo botë. Por jo nga ne, sepse njerëz si Metosh Krasniqi nuk vorrosen, ata ngrihen në kujtesë, ngrihen në histori, ngrihen në çdo hap të lirisë që ne sot dhe jetojmë. Sepse liria nuk erdhi vetë. Ajo erdhi me dhimbje, ajo erdhi me sakrificë. Dhe një nga ajo jetë ishte e tij. Prandaj sot, mos e shohim veten vetëm si një përmendore,
Shiheni si një zë që na thret. Mos harroni, mos u dorëzoni, mos e humbasni kur atë të cilin u sakrifikua. Lavdi jetës, lavdi sakrificës, lavdi për jetë gjyshet tim me të shkrasniqë. Faleminderit profesoresh për këtë rrëfim që besoj se na emocionoi të gjithëve. Historitë e Metushit dhe Sejdiut ishin të mbushura me sakrificë, por me gjithë angazhimin, vuajtjet dhe të lashët, në historinë e tyre kishte edhe dashuri. Dashuri për familjen, e sidomos për nipat dhe mbesat. Gjyshi Sejdi, pos që ishte një njeri fort, ishte edhe një gjysh i jashtëzakonshëm. Ai donte shumë nipat dhe mbesat, por njërën e kishte pak më shumë për qefi. Sot kujtimet më të veçanta dhe më të bukura për të do t'i ndaj me ne ajo që e threste me plot shpirtin e bia e babës. Ju lutem, mirëpritni emën e Mira Kryezion. Të nderuar përfaqësues institucional, familjar, miq dhe bashkëqytetar, të nderuar të gjithë ju të pranishëm. Faleminderit që jeni sot këtu, në këtë ditë që nuk është thjesht një ngjarje zakonshme për kujtimi, por një betim i heshtur, që kujtimi dhe vepra e adletarit dhe veprimtarit gjyshit tim Sejdi Kryeziu, të cilën e nderojmë sot këtu, të mos veniten kurrë. Jemi mbledhur për ta nderuar edhe një herë veprën e atij që unë me zemrë plot e quaj heroi im. Prandaj është një nder i jashtëzakonshëm dhe përgjithësi të flas në emër të familjes Kryeziu. Unë jam Mira Kryeziu, mbesa e Sejdi Kryeziut, gjyshit që nuk më dha vetëm emrin, por më la trashëgimi një botë të tërë dashurie, krenarie dhe përgjegjësie. Kësi trashëgimie, krenarie e përgjegjësie më rahis edhe nga ana e nënës, e cila është bija një patrioti të madh, Shaban Shalës, heroi i kombit, Shabanit të Llapit. Për mua, gjyshi Sejdi ishte njeri i rrallë dhe shumë i veçantë. E për shumë të tjera ishte Daja Sejdi, një emër me të cilin e thërrisnin të gjithë, për të cilin shkas u bë Xhaxhihyt. E kam fjalën për Hydajet Hysenin, që e kishte vërtet daj. Ky emër, pra Daja Sejdi, nuk ishte vetëm thirrje, ishte afërsi, ishte besim, ishte dashuri. Ishte një emër që lindi nga një lidhje familjare, por që nuk mbeti i tillë, pasi u kthye në një përqafim të madh për një brez të tërë. Sidomos për të rinjt, të cilët i afronte, i dëgjonte, i mësonte, i frymëzonte dhe besa edhe i mbronte. Ne jemi rritur në hijen e tij me tregimet e tij, me bindjen dhe besimin e pashuar asnjëherë që ai e ngjiste, se drejtësia dhe liria mund të vonojnë, por kur nuk humbasin. Si mësues, ai nuk mësonte vetëm shkronja. Ai ndiste e zgjonte ndërgjegje. Ai formonte karakter dhe mbillte dashuri për atë dheun në zemrat e nxënësve. Ai u bë pjesë e pajtimit të gjaçeve, sepse ai e dinte dhe ishte i bindur se shqiptari nuk guxon të jetë armik i shqiptarit. Në rrugën e tij për t'i arritur këto qëllime, ai nuk ishte i vetëm. Qysh atëherë, bashkë me Dajën Metush, shokun e jetës dhe idealit, u bën si të ishin një. Dy burra që kishin një qëllim, dy zëra që bën një betim, se liria dhe drejtësia janë para së gjithash. Dhe për këtë liri që ne sot gëzojmë, ai dha gjithë jetën, dhe për këtë arriti nuk arriti ta përjetoj me sytë e tij.
Ne do ta mbajmë gjallë dritën dhe gjurmët që ai la, por edhe kujtimin e përjetshëm për te, në vlerat tona, në rrugën tonë dhe duke zgjedhur gjithmonë atë që është më e drejtë e jo atë që është më e lehtë. Faleminderit të gjithë atyre që kontribuan që sot të bëhet zbulimi i gjyshit, jemi mirënjohës secilit prej jush. E sot, kur jemi këtu dhe ku ju shohim të gjithë juve, e kuptojmë më mirë se kur se njeriu nuk jetojnë vetëm, sa herë nërfry, por edhe sa gjurmë lë e dritë pas. Dhe gjyshi ka lënë dritë që nuk shuhet kur, dhe gjurmët që nuk do të fshihen kur. I tillë ishte gjyshi im. Në emër të familjes Krasniqi dhe Kryeziu, falenderoj kryetarin e komunës Kamenicës, Kadri Rahimaj, Lediona Marovcën, kryesuese e grupit organizativ, Selami Klaiqin, drejtorin e arsimit, Vajit Regjepaj, shef i kabinetit, Milaim Lenjanin, drejtor i shkollës Sejdi Kryeziu, Belgizare Kryeziu, drejtoresha e shkollës Metush Krasniqi, iniciatorët e fshatit Rogar, Gjevat Kryeziu dhe Gazment Kryeziu, si dhe të gjithë stafin e të dy shkolla. Lavdi e Rogar. Faleminderit shumë Ema. Tani le të shijojmë disa momente artistike të cilat ai sjellin nxënësit e dy shkollave që me kranari mbajnë emrat e këtyre dy figurave që sot ne ponderojmë. Kori i nxënësve do të interpretojë pikën pa bashkim nuk ka fuqi.
shqiptare kosovar është recitimi që do të sjellë para jush nxënësja e shkollës fillore Sejdi Kryeziu nga Vlera Kastrati. Poemi kosovar. Jam shqiptar. Paj, kosovar. Zote krenar, zote bujar mbi këtë dhe. Që kam si fe, paj edhe për mbi fe kam vatan. E kam atë dhe. Ti o shkia po thëret, ti o shkia po për te gjelar të ret. Se unë jam barbar. Pa jo mëre, nuk jam si po për te ti, si po për që ti. Ti o shkia i zi. Po vendin ti mun e dua. Lirin e dua. E nuk dua zot mbi mua. Se jam këtu ku nuk ish njeri, ku s'kish ku fjas fqi njeri, e as shkia të zi. Se jam këtu kur mali zi ishi liri, kur nga njeri detin tjetrin det isha zot vet. Pa ju këtu jam nga moti, kur vetë zoti e beri fushën fush, e malin mal. Unë jam këtu, e do t'jem dem baba dem, morsa malit bëhet hi, e hiri mal për sëri. Faleminderit. Të nderuar të pranishëm, sot nuk kujtuam vetëm dy burra, në të vërtet kujtuam një epokë të tërë të sakrificës, ku pas tyre pati angazhim edhe të shumë patriotëve të tjerë. Por siç thuhet shpesh, pas këtyre burrave me vepra që ndrojnë gra të forta, gra që pavarësisht vuajtjeve nuk u dorëzuan kurrë, edhe pas metushit e Sejdiut që ndruan gra të tilla. Edhe pse sot nuk janë mesesh, ato mbetën pjesë e pandashme e kësaj historie. Havishja, Sania, Pashia, Izushi, Nafia, Maliqja, Shefinoazja, Haxheria dhe Rahimja janë heroina të heshtura që meritojnë respektin dhe kujtesën tonë përjetësisht. Në emër të familjeve shprehim falënderim të veçantë dhe mirënjohje thellë për komunën e Kamenicës dhe fshatin Rogan për kontributin dhe mbështetjen e vazhdueshme. Të nderuar mysafirë dhe familjar, po afrohemi drejt momentit më domethënës të kësaj dite, të kësaj ceremonie, në momentit kur metushi e Sejdiu kthehen sërish te ne në bronz. Ftoj përfaqësuesit institucional dhe drejtuesit e shkollës që të dalin jashtë për zbulimin e busteve të Metush Krasniqit dhe Sejdi Kryeziut, ku më pas ndërimi tyre vazhdon edhe me kurora me lule për ta. Dhe në fund, pasi e kemi përfunduar pjesën për çfarë kemi ardhur të gjithë, mysafirët i lus të mos shpërndahen edhe pak, por të vazhdojmë të ditë së bashku edhe me disa momente tjera tradicionale si që bëjmë ne shqiptarët. Në emër të organizatorëve, ju ftoj në një drekë të përbashkët, e cila do të mbahet në restorantin Oda në Hodonoc. Ju faleminderit edhe një herë të gjithëve për pjesëmarrjen, lavdi të përjetshme me Metush Krasniqit dhe Sejdi Kryeziut. Par me 8 meter, 6 meter në zora bjetë, që qenë zora, Bastria, Bastria ka ovë. Le syrë, si valla, vela. Ska më në halë me në kalu kjo. Faj, apo në pak më pak.
Po, ani për që atë në bënë? Prime, ani merë me një me të, kalëzani po. Mundeni s'ka shorta, të rjeqe. Jo, vazhdim pas Amelin, në të përgashta. E presim vetëm edhe zotni im fjallë, më falni. Lutem mediat pak mirë kuptim. Faleminderit. Vazhdoj me institucionet me vendosjen e lindjeve, me protokollin e të pamë. Ata? Vazhdojmë edhe me tjetër. A jemi gati me juve? Vetë sa po tash. Po, veç ardhe. Po, veç një moment familjarët mas një. Hajde urnane? Po nuk gati jemi lajmë, veç dhe një... Po të kuptoj. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit shumë.
Faleminderit. Tash më keni medalje është jo? Pse nuk i flet atë? Unë nga të dyve drejt. Edhe dojë. Ka të një përjetë. Unë preqa që ka fjertë një vëndim me i qeverat. Adrian? Edhe që kena do të fotosh të këtu Adrian?
Çka shkojnë, çka bujnë. Hadi Mare. Doj, hajde edhe ti çfarë ti tash? Doj, ma. Të dolit ta ja. Atë, ti edhe ti. Kush aty ti? Çe shkumbim. Hajde. Nëse e keni kryer. O, rezultat. Ja, çfarë roba.